Përshëndetje miq të gazetës Blitz dhe të emisionit Blitz Interview. Këtë javë do të flasim po ashtu, edhe këtë herë për politikë. Të ftuar e kam një musafir, një politikan të respektuar dhe shumë aktiv në Kosovë. Sa është t'jo marrë pak me vetën më shumë. E kam fjalën për Bestik Tahirin, nën kryetarin e AAK-s. Bestik, po m'doket ka bo herë që nuk u zgjedhe deputet, po që, ty u shku në për fitness, ty u shtruj pas ke humbë 2 kilogram, me gjas po mirësh me vetën pak ma shumë. Faleminderit Astret, po është një kohë e cila realisht po më shërben mu personalisht, për shkak se, siç e dini jo, po edhe publiku duhet ta den, sidomos prej vitit 2013, kur e kam bu gallën për Prishtinën atë kohë, e deri më tani për 12 vite rresht realisht ka qenë një dinamik shumë e madhe dhe kjo kom ka shërbyer pak me reflektu, me pa ma ndryshe, me pa ma gjën, po njëkohësisht edhe me qenë aktiv për tema që mendoj që i do kontribut edhe jetës publike politike, po njëkohësisht edhe subjekti që takoj. Bestik, a ke bo një analizë, pse nuk më rrive me u bot deputet i AK-s? Shumë e thjesht është kjo punë. Ke qenë djepe, e vjen me tekzua edhe nga KDI edhe nga organizatën monitoruese, për që i konsideru si njëri nga deputetet më aktiv kuvendit, ke qenë shefi grupit parlamentar të AK-s, njohim mëti, natyrisht. E thjesht është Astrit, shumë e thjesht është kjo punë. Askush në Aleancë nuk ka mendu që ne nuk i marim 10% që nuk kupton mi du në deputet. Nuk është dikush ka pas aty këtu, mos me përmend tashmena, po 90% ne kemi bisedu për shkak se nuk ka pas garë me vështirë se 14 shkulli 2021. Ajo që ka ndodhur është që ne kemi marrë veç 8 deputet, për tyre 3 ka nisma. 5 deputet. Që i kemi 5. Edhe të njëjtën kohë, unë jam ku marrë ofër 10.000 vota, po nuk u marrit marrë për shkak se numri nuk ka qenë i madh. Tani, se përfundoi AK me 5 deputet. Vazhdo ata edhe këtu përgjigj më në këtë. Thjesht, edhe njerë po ripërsëris të kjo e imja, të deputet, një element që më bon mu habit shumë, edhe që ende s'kam përgjigje, në qoftë se i kemi marrë 65.000 vota dhe 50.000 i ka pas Aleanca, për tyre në preferencen prej 10 të zgjedhurve, nuk kam qenë gati të 41.000 votus të Aleancës. Askush të një merë krejt, as si ka marrë kryetari. Mi po kjo për mu është abisme për shkak se kom punu shumë, si që thatë, për 3 vjetë kom qenë deputeti më aktiv për gjitha partive, kam qenë shumë aktiv me tema ndryshme, mirë po nuk ka ndodhur. Kjo më bën më habit, nuk kom përgjigje për këtë. A ka, si me thonë, a ka pas menaxhim të votës nga grupet, reorganizim të votës apo çka? Askush nuk mundet me kush thot i ka 200 vota, 300 vota, nuk e thot vërtetën. Diçka ka ndodhur, çka nuk e di, a ka qenë rajonalizimi, kjo është një temë, se kjo preferenca prej 10 ja u ka rrit ambicjet të gjithëve. Mi po ende nuk e më përgjigje. Morë vesh, njeri me njeri, unë të shty ty, të shty mu, kam bo 10, ta shpeja të vepeshe. Ajo, ka mundësi, mirë, po nuk kam evidencë për këtë punë. Për derisa nuk kam evidencë, nuk mujmë me thonë, ajo që unë mujmë me thonë është që detyren që e kam pas Astret për 4 vjetë, mirë po edhe në qeveri për 4 vjetë. Ato detyra i kom kryu me nder, me përkushtim, me seriozitet, edhe me rezultate. Tani kjo politika qështu është, herë zgjedhës, herë bjen, mirë po nuk bon me u dërzu. Tek puna e Aleancës, si arretëm deri këtu, 2 elemente janë të rëndësishme me u theksu. E para, kur do që Aleanca për Armërinë e Kosovës ka bo koalicion me dikon ka hup. Aleancën, votusi saj, e dënë qysh është vetë, me një edinet vetë. Kem hup, ju kujtohet me listën Rugova. Kem bo listë për bashkë, momentin që ka hy në Kuvend, zotë Rugova e pa të shuhe. Kujtohet me panin. Në atë kohë, është mas kolmarit. Ka qenë, na kemi qenë pjedestal Aleanca për Armërinë e Kosovës. Sakt. Kemi qenë në kohën më të mirë. Henë më pan u gotëm, e mbunëm për 18 muaj qeverin, le do të thotë që ishte qeveria fat shkurte. Po 10 vjetë që kemi qenë opozit. I keni zhduk për 18 muaj. I kemi për 18 muaj.
Dhe kjo do më thonë të regon që edhe këtu kemu dhe pastaj e murëm këta partitë e vjetra. Po ma shumë është vetëvendosja në qeveri, Astrid, se që është Aleonca. Vetëvendosja është që 5 vjetë, 3 mandate, na jem 18 muaj. Tu udhëhet qeverin. Një element tjetër është po ashtu do të thotë aspekti i fushatës, menimin tem nuk ka qenë i porosit. Nuk u dike kur dilë shumë në tubime, nuk u dike është Aleonca, është një grupacion, një koalicioneve ndryshme, të cilat ju më bo bashkë që mos me kalu pragon Aleonca. E ne veç për prag kur s'kem problem. Ne për 43.000, 45.000 vota kur s'kem problem. Kur në asë një moment, Aleonca vetë, me qëta njerë që i kohë e më rinë këtë prag. Po, atër shka ndodhi, a u lasdru thojzat ta themi Aleonca të shpresu që ka me shku 1000 deputet në koalicion, edhe i kalon pikat, ka tentu me marrë vot aty ku nuk e ka, edhe i kalon lokacionet bazë për shembull Deçan ka rënje, të dëveni i kalon anash. Po, rënje në bazë tonë kemë rënje serioze, dhe që në koptan kemi edhe rënje në vene ku s'kem bazë, dhe di ku një nëruë, për ajo nuk u konë vote madhe. Po në krahasim me vitin 2021. Ajo që më bën shumë me u habit, si vetëm me 5 deputet dhe çka duhet të bëjmë. Kjo për neve tash është më e rëndësishme. Sa vota i pat koalicionit, sa vota i ka pas Aleonca në koalicion si pas llogaritjeve? Aleonca vet? Po. Po tash kur e sheh nuk e din askush. Po, se më duke thepi 50.000 vota, 40.000. Po, për shkak se nëse domthon koncentrimi i votës. Lima e po thotë dikon 20.000 vota gati i kompro. Ja, nuk i ka me po pas 20.000, domthon koncentrimi i votës është shkon më i madh. Po. Sa të shifet koncentrimi. Ne kemi pas 50.000 vota, 50.000 vota kemi pas jemi sigurt. Si Aleonca. Dhe ne kemi hub, domthon shumë njerëz kemi hub për faktin që kemi bë koalicione pa menim strategjik. Se ne jemi të fortë, Aleonca është e fortë për shkak të identitetit vet politik. Cili është identiteti jonë politik? Ne nuk ja kemi bë asnjë dëm kur Kosovës, me sy mshel muj me ecë dhe nuk ka me thonë nëj dëm. Ne kemi qenë opozita kryesore, ne kemi qëndrime politike për secilën temë. Ju e dini. Por qeverisja e panit konsiderohet absolutisht, po na konsiderohet nga shtetas që vjen për qeverive më të këqija të Kosovës. Po kjo dhe këtu barën i medet i është betër AK-s për shkak të komunistëve. Arsyeja pse klasifikojnë panin kështu nuk është analiza e rezultateve dhe ndikimit punës së qeverisë Haradinaj, po për shkak të vazhdimësisë 2008-2018. Për këtë arsye ne do të jemi fut këtë thes. Se kur i sheti rezultatet e qeverisë tonë për 18 muaj, ato e rezultate që nuk kanë ndodhur në qeveri tjera me vite tëra. E ki ushtrinë, e ki pavarësimin energjetik, e ki statutin e Trepçit, e ki qëndrimin shumë parimor dhe të fuqishëm kundër ndarjes të Kosovës, e ki ligjin për kryeqytet ku je sot qëto, e ki ligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim pronës komunale, dhe e ki një mori veprime tjera që kanë ndodhur, produktet vendore. Ki edhe akuza për korrupsion, ki edhe akuza për nepotizëm në atë kohë. Pra këto e bërën problemin. Po se këto, që a bëri vetëvendosja? Vetëvendosja, kur erdhë në pushtet, qëllimin kryesor e ka pas dhe arsyeja pse unë e kam kundërshtu panin fuqishëm. Në atë kohë kam qenë sekretari i përgjithshëm. Është për shkak se unë e kam ditë që qëllimi është me na shtyp, me na fut një thes. Po çka ka me na fol neve vetëvendosja për opozitbërje, kur unë kam bë opozitë më shumë se ata, unë personalisht që më kon ti e den 7 vjet zëdhënës e sekretari i përgjithshëm i partisë. Dhe unë kam qenë në balë qeverisës Façi, në balë qeverisës Mustafa, në balë të qeverisës Kurti. Pra do thotë ne kemi bërë opozitë shumë atë më, ne kemi qenë kauzat përbashkëta. Ne, për dallim prej Kurtit, ne nuk e kemi pranu, e denti shumë mirë në 2010-ën koalicion në atë kohë ambasadori që ka pas emrin që na akuzoj që spojim nëse më hupja një Delli. Kristofer Dell. Kristofer Dell, ju e dini çfarë deklarate ka pas që ne nuk pranu me marr 6 ministri presidentin e Kosovës për shkak se s'deshëm me shku në atë kohë me PDK-n. Pastaj edhe Haga. Absolutisht, domthonë ne kemi 2014-ën, ne kemi dashur me dhon Kosovës me Vlan. Neve u prish Vlani, na metëm edhe pa pushtet, edhe pa ftyrë të na akuzuar që na e bllokuam. A na ishim në opozitë.
Për kjo ka qenë arsyeja pse unë kam thonë të rezistoj mos ty më pan. Dhe për këtë arsye nuk e pranoj. Unë e pranoj me më thonë dikush i ke pas 80 zavendës ministra. Kjo është e vërtetë. Unë e pranoj me më thonë dikush i ke pas një qeveri të madhe. Edhe kjo kritikë është e vërtetë. Unë e pranoj po ashtu që ka pas momente caktuar me nepotizëm në atë kohë. Po ti sheh nepotizmin tash, kush është më bordet udhëhecse? Jo, jo ka kalojnë gjithë tash. Domo tash ka kalu, domo kjo instanca e legjitimimit të nepotizmit, të klientelizmit në këtë qeveri është marramense. Andaj problemi është që na duke në defanziv për shkak të polit, për 18 muaj na kena marrë fakturën e 10 vjetëve që na në opozitë. Qartë. Për këtë arsye, aleonca tash dhe për këtë temë ku është aleonca zoti ka duhet me i pas dy qëllime, dhe këtu e kam kërkesën për secilin antar të Aleancës për Armiqin e Kosovës, secilin ish antar, secilin njeri që beson vizionin tonë, që ose nuk beson, s'beson. Betejë jonë për të treguar që jemi subjekt politik i qëndrueshëm, janë zgjedhjet lokale. Secilin njeri duhet me u angazhu që me pas rezultatin më të mirë, e pastaj tek shyrëm kush çka bën. Ndoshta unë nuk garoj vetë. Si ma gjitha gjoka nuk do të garoj. Po tash, në këto rrethona, duhet me u fokusu në zgjedhje lokale. Bes, ka me full për zgjedhje lokale ku do të me fokusu AKE. Edhe 2 pika përdu për AKE dhe zgjedhjet nacionale. Një, mesazhet e ashpa të Haradeja në raport me Kurtin, akuzat për pro-serb. A ka ndiku për të mirë apo për të keq që AKE-s në fushat? Dhe ideja që më ishti kryetarët e komunave në listë, nuk funksionoj. Pse nuk funksionoj sa është prit? Po nisi me dytën. Sepse ka grupe që thojnë, pa ata pa gju, do të ishte me keq AKE-ja, ka edhe të tillë edhe brenda AKE-s që thojnë ajo na ka dëmtuar. Kanë krejt gabim. Edhe kush do që i thot ashtu zoti Haradinaj ta për mendimin ta me ka totalisht gabim. Rezultati ty të kallzon a ka qenë mirë a keq. Nuk ka rëndësi e vërteta. Rezultati kallzon thotë që keq. Jo, rezultati kallzon që ki 5 deputet edhe eron 7%. Po. Dhe nëse ka qenë ajo gjuhë, edhe çaja çosje e mirë dosh me pas më shumë. Nuk ka rëndësi e vërteta. E vërtet që s'ka. Nuk ka, siç për shembull, kur e shet ti për shembull çka është u bë kjo qeveri. Nuk pe trajtojmë në nivelin a ka të vërteta apo të pavërteta akuzat, po flasim për atë, për ndikimin në fushat. Ajo çka flet zoti Haradinaj, edhe ne çka folim për dobësimin e Kosovës, për sankcionimin e Kosovës nga BE-ja, për nivelin më të ulët marrëdhënie me SBA-n, për nepotizmin, klientelizmin, këto janë elemente të cilat i çojnë mulli dikujt tjetër. Po ajo gjuhë nuk ka lënë tek nuk mundet populli i Kosovës me pranu. Nuk e ka lënë. Akuzën ndaj një kryeministit të Kosovës është argati i Serbisë. Po nuk i ka lënë. Se ka pranuar kur. Nuk i ka lënë. Edhe pse shumë elemente që thunë janë sakta, ajo gjuhë domethënë shive që s'ka prodhuar rezultat. Te kryetarët e komunave. Për shembull kanë prit rezultate edhe në bisedë me kryetar, kanë prit rezultate më të mira, ndoshta jo fitore, ata kanë prit fitore. Suareka ka prit fitore, Raveci ka prit fitore. Gjakova u shty, ka prit me qenë afër. Pero nëse vetë s'kemi prit fitore, kush ka që racionalisht s'ka prit që mund me dalë të parat, po ka prit me pas rezultat më të mirë. Si që, tek rezultati, po flasim edhe një. Rezultati për shembull sa ka qenë mbledhje që do të parë. Rahovec ka qenë i mirë. Sakt. Gjakov ka qenë më i mirë, po prapë jo mjaftu shumë i mirë. Para se me dal te kryetar, te kjo tema e parë. Rezultati tregon a ka qenë mirë apo keq ajo gjuhë. Që ata që i thënë kryetarit, hajtë se kjo mirë është. Pse s'dalin vetë me thonë qashtu? Po. Pse du të me lonë kryetar? Për me kuptu, le dalin ata vetë të thënë. Që u bëjmë konferencat për shtyp. Nuk qasja, do me thonë këtë qasje, se Ramush Haradini është njeriu, për gjerësimin tem, që mas luftës, ka dhonë mas shumë t'i kontribut për këtë shtetë. To mu e elaboroj kur dush në herë. Dhe njerëzit nuk dojnë me po që të gjuhë. Unë e di sa është humble, që është me thonë, sa është i afërt me njerëz, sa shumë e do Kosovën dhe për atë arsye ka qenë i brengosur, po ajo gjuhë shifet që nuk i ka shku në funksion. Te kryetarët e komunave... Sepse te kryetarët e komunave, për me hjekë një AKE-s, nuk i ka funksionu as LDK-s. Si që, kryetarët e komunave nuk i ka funksionu as AKE-s e as LDK-s. A dim pse, s'mon e shbejme sot në shekullin e 25 vjetë, në shekullin e 21 me i thonë t'i votuesit, që t'ja t'i votë në parti se po hiun në listë me rritë partin, po në zmona deputet.
Po, dhe Ajo krijon kontraefekt. Unë e kom thonë këto. Edhe këtë e kom thonë në Faktë, 25 vjet publik. Në 25 vjet demokracitë Kosovës, kjo është shumë problem. S'mund është me thonë votuesit, çse unë jam hi, nuk e di për LDK-ja ka pasu, kon Sokolalite, Moskovsha ka qenë. Nuk e di edhe Gazmet Muhaxheri. Edhe gazi. Po. Nuk mund është me thonë ti në pejan Imria ka qenë. Drejtorët e komunave kanë qenë. Ku do të më thonë, që voton e ju se po duhen me rrit partin tam, po unë e rrit këtu me juve. S'kalon ajo punë. Edhe ajo do të nuk është porosia dhe shihet që s'ka pas efekt as si trend, as si model e as për aleancën. E si përshet qëndrimin, tash po dalim te pas zgjedhjeve. Si përshet qëndrimin e AK-s tash pas zgjedhjeve në raport me koalicionet, me faktin që nuk po bëhet qeveria e tjera. Aleanca ka pas Aleanca është ndër partitë e vetme që është e preme jo me vetëvendosit, që në realitet është e besueshme në faktin që është e preme jo me vetëvendosje. Dhe bashkë për të është edhe LDK realisht. Mas pari, sa i përket situatës të blokadës, Aleanca është partia e vetme që ka bo diçka. Qa ka bo? E ka adresu çështjen në gjykatë kushtetuese, i ka dhënë 2 opsione për mënyrën se kënd do të votonte. 3 besa. 3 opsione. Se ka shtu edhe Glaukun. Po, edhe Glau, 3 opsione dhe ka thonë këtu jam pas dikush për e konstitutoj kuvendit për arsye 1, 2, 3. Sa i përket çështjes që ndërlidhet me qëndrimin në koalicion, nuk mund na me shku tash, nuk mund është me shku aq ashpër në një temë caktuar gjatë fushatës e mas fushatës me ndru. Atëherë na u dosh me analizu këtë çështje, a u dosh me pos atë çose tash unë jam edhe vetë jam domethënë kundër një pozicioni të tillë tash. Shkak se ti planifikon pak a shumë e mjell që ato që donë me kur. Ne e ke mjell për mos me hin koalicion. Edhe në momentin kur ti donë me ndryshu këto dështon krejt, thot krejt dhe s'ki fryt. Por në këtë kuptim ne kemi qëndrimin e drejtë, parimur. Mirë po, çka du me thonë tek qëndrimet e aleancës Astrid? Na jemi subjekti vetëm politik që kem qëndrim për gjithçka. A kena qëndrim për asociacion? Po. Vetëm keni qëndrimin ndryshe realisht. Se ju po thoni si të bie edhe e kemi argumentuar pse. A kem qëndrim për marrëveshjen në Bruksel? Krejti kanë dalë kundër Albin Kurtit. Ne kemi menuar që ajo marrëveshje e heqon Kosovën përpara. A kem pas qëndrim për energji? A i kem votu mbi 50 ligje të cilat nuk janë dashur me shumicë të dyfish. Sigurisë, të ekonomisë i kem votuar në kuvend. Po ne nuk kem qëndrim statik për inati, po ne që kem qëndrime të cilat realisht i kanë dhonë mundësi Kosovës. Në këtë rast, unë mendoj se mundësinë e kem hup edhe jemi në situatë shumë tronë, edhe me bllokim të kuvendit, po njëkohësisht edhe me situatën që e kemi me partner të ndërkombëtar. Tash të dyja të kena mi kop. Çka po bëhet? A do me mbaru kush qeveri bestek sipas teje apo kena më shku zgjedhje? Kryeministri Kurti i ka ndërtu 2 kurtha, double trap. Kurtha e tij e parë është në kuvend për shkak se kryeministri Kurti nuk ka interes me bo qeveri me numra të vogël, me 61 vota. Sa e din që një qeveri me 61 vota është me 62 kryeministra. Edhe nuk don me pas, domthonë me kose e ka pa qa është mundësia e numra. Duke mos dash kët, e ka vendos një kandidate që fillimisht është refuzu, dhe çka ka ndodhur? Opozita në vend se si del, cili do kandidat, më thonë po, jemi për, shkojmë në temën e dytë, bëre qeverin, ne sot do të folshim për efektet e qeverisë, apse nuk ka rrymë, që ku është agregati atje, nuk e punu. Do të folshim për kualitetin e qeverisë, për kualitetin e qeverisë Kurti 3. E pse se bëri këtë opozita? Se këtë nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj këtë punë, këtu se kuptoj opozitën. Këtu se kuptoj. Unë e kuptoj që ti mundesh me blok. Ashta pse opozita s'ka pas opcion? S'ka opcion drejt. Ja, po më fal. Këtu është problemi, opozita është ndoma Astrid. Edhe nuk më i pa thonë këto, dikush më thonë si po thu, po del kundër opozitës. Është ndome. Ne e kem pas një kandidat për kryeministër, Bedri Homza, i cili e ka fitu, është i pari në opozitë. E ne gjithçka o dashur me bo që me punu, me bo një qeveri të opozitës, me i bo do punë të mira, edhe me largu këtë konsolacion për qeverisë. Se kem bo? Për shkak se fillimisht, domethënë, fillimisht deklaratën e parë ka pas Zoti Abigjiku. Zoti Abigjiku flet
Në deklarimin e parë, që është parimore prej pozicionit tine, shumë parimore, thotë, mu e populli mi ka thonë, qëto po du me nejtë në opozit? Po ke re. Opcioni i PDK-s, me tonë drejtën, është real, po me numrat vogël, për me mri numrat në edhim, do të shumë punë. Dhe opcioni jonë ka qenë ma kisha me thonë, ma i sinqerti, bëne opozitën, bëri numrat, s'kem kushte, tesim për para. Së dhe është opcioni i dalimi i opcionit të AK-s me PDK-s? Shumë thjesht ne kemë thonë qartë, ne i kemë këta deputet, me këta deputet e mbështesim opozitën tecim. Kjo nuk ka ndodhë. Pas taj Lima me 3 deputet, do me thonë, e ka prish pak situatën e qeverisë në opozit, edhe pse ajo është deklaru që kur të bëhen numrat e voton opozitën. Se ke pak i lëvizjen e Limajt, ma si e përmendu? Edhe si sekretar, nënkryetari AK-s? Po s'kom qam fillimisht, do të thotë koncentrimin e votës që e ka bën nisma në vendin, do të thotë në komunën e vet, që e ka rujt preferencën e vet, kjo shumë, ne kem ditë këtë punë. Po, sa shumë normale që e bëj ki preferencën tënë. Qa nuk e kom kuptu është intervista e ti e parë. Do më që ato s'muj me kuptu, kur të shumë do të me pyet çka ke dashur me thonë, kur se kom kuptue, nuk besoj që as ka fitu, as ka me fitu, diçka për shkak se u po që Zoti Kurti i ka thonë, para minuti i ka thonë, hajde se uri ime për hajrë, do t'jesh kandidat për kryetar, kur është kunsol se ka bo. Do më thonë, kemi të bëjmë me një mendësi që është kogja strategjike, se njerëzit po thojnë që se Kurti e ka qasjen e shpejt, kështu apo ashtu. Ai ka qasje strategjike dhe qasja strategjike ka të bëj me qenë pushtet sa ma gjatë. Dhe po e pret mundësinë e dytë, ose me shku dikush prej partive, ose PDK-s, ose LDK me të para zgjedhjeve, ose me shku në zgjedhje dhe pastaj me u bë një koalicion me dy drejtat. Sa kurtha e dytë që ka bë vetës Kurti? Kurtha e parë është kryetari i kuvendit. Kurtha e parë është në kuvend. Kurtha e parë që ja ka bë opozitës. Okej. Kurtha e parë është mos konstituimi i opozitës. Por na nuk u dosh me ron këtë kurt. Na u dosh që kurtha që ja ka bë vetës. Ja, ai si po kurth vetë. Qa ta thash, shush? Jo, aja ka po kurthën. Aja ka vendos një kandidate, na kemi hyrë në një garë pa mendim strategjik, në vend se qatë ditë me u konstituu kuvendi, me thonë hajde tash fillon për 15 ditë bëre qeverin, na ende jem pa konstituim. Kjo është kurtha e parë. Kurtha e dytë është ajo është në qeveri. Njeri është qeveri, ekipa e tij në qeveri, ministrat, zahes ministrat, bordet, qa po dione, gjithë, ambasador të emërum, gjithë janë në qeveri. Na jem në opozitë ne. Na jem të shku çdo 48 orë. Në vend se na me punu për me ndru atë realitet, na kemi radhën këtë kurthën e dytë. Pra, dy kurtha, konstituimi nuk po ekziston, po qëre se kjo është çështje juridike dhe është në qeveri dhe domethënë po shfrytëzon, po i shijon gjitha privilegjet që ja jap qeveria. Dhe të qysh tash, çka po bëhet distik? Çka po mendon ti, ka dalëm, edhe më thon, çi lirohen opozita nga këto kurtha dhe si mbledh men Kurti, realisht për të ndërtuar institucionet. Apo s'mbledhen asnjë. Me thon drejtën tash, a thuj s'pedim, tash do të më prit veç një sen, do të më prit pak gjykatën. Se na politikisht, veprimin politik që u dosh me bë para 2 muajve se kem bë. Tash o vol. Dhe çka nëse gjykata thot votoni? Votimi i fshet është i leju. Duhet nuk u dosh me prit hiç në këtë situatë. Është dosh në ditën e parë me konstituu kuvendin. Ai kishte, ai ka pas 2 qëllime. Qëllimi i dytë ka qenë qëllim me bloku konstituimin e kuvendit përmes mos votimit të anëtarit kryesisë të listës sërbska. Po, ai ka pas këtë qëllim. A kuptoni, ty e po qëllimin që s'po don me konstituu, ka qenë një kandidate ti po rënën në Argentinaj. Tash kjo shtrohet pyetja, pse na po rrim, se opozita krejt po rrin që ta gjejnë. Nuk është agenda jonë kjo. Në qoftë se në sondazhe u dal 36 asoke %, 37%. Ja ty tash ma thuaj edhe si e komenton që AK del në prag. Ja, s'ka ajo. Ostret. 45.000 vota. Pra Leoncën kur që ka problem. Unë këto që Leonca bjen në prag, këto e një çdo polë zgjedhje. Edhe zgjedhjet e kaluara thonë po bëhet se nuk po shkon në prag. Edhe zgjedhjet e 2 ministernishit është u pa dal që del në prag. Gjithmonë që çto thonë. Nuk ka kjo të bëj, nuk ka Leonca, nuk mund ta Leonca me ra në prag
kur modelin më të mirë të qeverisjes lokale e ka në Kosovë. Nuk mundet me ra... Po s'po i funksionon ajo në nivel nacional, se bisedum. Gjithmonë, jo për prag, jo për me shku, s'po funksionon me shku mbi 10%. Po. Në bënë dallimin të lutem, nuk po i funksionon me shku mbi 10%. Asë një ere për prag. është qëllim keqe, është politike, është strategjike dhe qështu. A ka me pas institucione, formuar me pas zgjedhje të reja? Para zgjedhje lokale? Pas zgjedhje të reja. Institucione që Duhet ja po formuar me DK-ja LDK-ja me shku, duhet po thoi një. Duhet po... Qysh me pas? E qa me bo? Se na me Me prit vendimin e gjykatës. Çka nëse gjykata kushtetuese se shqyrton hiç? Atëre ka të drejtën presidentja me adresue. Domethënë, djen aty kalon muj. Po qëto e ka dosh, unë e shqip ku jam ka foli, edhe në një intervistë, edhe në intervista tjera, edhe e kom në rrethët ngushta. Nuk është se kena diskutu këtë çështje edhe vite, një vit më herët se Po jo zgjedhje. mëre na kena thonë kjo do blok çek, i blokimi. Je hi në agenda kurtha e parë është blokimi i parlamentit, mos konstituimi kurtha e dytë është mos me shku opozita në qeveri, po me najta në qeveri. Dojmë. Për çka? Se na po dojmë se argumenti ynë është argument po shumë i varfën. Nuk mundesh me thonë, valla une nuk po pëlqen Albulena Haxhiu ose po du me reformu vetëvendosen në masin i kandidat tjetër. Secili kandidat që të vjen amnin ja bën kryetarit partisë, sikur se çdo parti që vendos partia, është hierarki partia. Partia nuk është OJC, nuk është institut, është hierarki politike. Bestik, parë se me dalë të zgjedhje lokale, nëse Kurti si ka blokada është në kuvend, po realisht nuk është në kuvend. Blokada është sepse kuvendi është pararoj për qeverin, këtë rast. Për faktin që as Kurti si ka votat për ndërtimin e qeverisë, dhe as opozita realisht e ka thonë Lumira Bzhiku disa herë se kemi votat. Memli po i qënë fjallë për thotë, unë i bëj votat jam i bjemi në 19, e gjëra tilla, pra... Këne duhet me... Qka bën pra po insistoj për dhëmë me ditë, Qka bën një opcion, një opcion politik serios, kur t'jemi në këtë situatë? Ajo, fillimisht e analizon situatën dhe pastaj shkon me eliminim. Po shkojmë që me rani eliminimit. E para, qeverit të unitetit me vetë vendosin a ka? S'ka. S'bohet kjo. Kërkesa LDK-s e këtë. Nuk bohet. Kërkesa LDK-s. Qeveria Kurtit 3, në këto rrethona nuk bohet. Pse s'bohet? Pse PDK-ja është kundër, LDK-ja është kundër, menismen s'pe jam rrin, edhe s'po do, na jem kundër. A u kryu dhe kjo. Qeveria e Bedri Homzës, potencialisht mundet me ndohë, mirë po është në numra shumë ngusht. Dhe varet ekskluzivisht edhe prej zotit Kurti dhe, prej zotit Limaj, po edhe prej neve dhe kur t'hem procesin negocimit. Bëhet problem. Aty, veç njerës që kanë marrë pjesë e din që shvritën ambicet. Pero, qka me tjetër? Me të një qeveri, do më thonë, teknike. Qeveri teknike për çka? Nuk 25 vjetë mas zgjedhje, të qeveri e tranzicionit. Na nuk jenë tranzicion. Në mund nuk ka. Qka po jetë? Këtu po jetë, ose me shku në zgjedhje, ose Kurti, se Kurti ka mas ngati me bo menismen me 61 deputet. Po s'pi mundi me 61 Po se deputet. nuk e bën Kurti qeverin me nismen, ai nuk don me bë qeverin me 61 deputet, dhe për këtë arsye, sa ma shpejt që i dalim në stadin e diskutimit për qeverinë ma mirë, sa ma shpejt që konstituohet kuvendi o ma mirë dhe për opozitën. U kërthua dhe opozita, së në tash me ndru qëndrimit, pse ndrove? Pse ndrove mas 3 mujve, mas 1 muj e gjys? E pse s'bën me ndruhe? Po, besë e shpegimi me ndru mas 1 muj e gjys? Çfarë ndodhi që u bë Albulena e pranueshme për 1 muj e gjys? Në disa veprime politike, Bestik që duhet me ndu para se mi bë. Kjo është e vërtet. E bën një skandal në fillim. S'dëshin me mandatu. Me mandatu e ndrunë qëndrimin për 1 orë. Për 1 orë, ajo kupton. Unë tisha, unë do të bëja me opozitën. Për shkak se është në qofë se opozita don me kone bashkë. Në qofë se s'don, veç do të me deklaru për sinqert, me thonë ose jem ka dojmë, asë një se po dojmë me prit, kur t'i vjerani me orë edhe pozita e presidentit, me i do 3 pozitat edhe me hinë qeveri, me konë pak ma sinqert. Po që kjo situatë është këgja e pa sinqert. Këtë blokad, dhe mund nga ka vendosë si Kurti edhe nga kemë ranë të edhe jemi me në të. Besdik,
Alianca, zgjedhjet lokale, fole për aliancën. Pse janë të rëndësishme, ka shumë të rëndësishme për aliancën zgjedhjet lokale? Cilat komuna pret ti që kam i fitu? Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s, në një intervistë në Debat Plus, tha që kemi fitu 2 komuna shtesë, çat mundesh se çka më na rikapitulluan këtë çështje. Fillimisht po flas për 5 komuna, edhe po du me i dhënë 2 konstatime. Në qoftë se ka një transformim të pushtetit lokal në ndonjë komunë, ai transformim është në 5 komuna ku kemi udhëheqne. Për nisim te Balia në Suarek. Birë për te Balia kemi një problem. Mund tjetë, lëvizja Blerim Kuç që ka qenë AK në LDK, a rrezikon Balin? Kur far lidhe, kur far rrezikimi nuk e rrezikon as Blerim Kuçi, as Hamdiu. Hamdiu ka qenë drejtori Baliut, Blerimi ka qenë përpara, vetë e ka rekomandu Balin, kanë qenë bashkë në ekip, kanë qenë shok, është mendimi ti politik, shkoft puna e mbar, Bali si flasin veprat. Nuk i flet as retorika politike, as shoqënia, i flasin veprat. Kur hynën në Suarek, kur shkon zyre tina, i flasin veprat. Smajla Tifit, në mën Ravec që është transformu totalisht. është njeriu që qeveris, jo veç me duart pasta, po pa asnjë oferë korruptive, as pas një aferë nepotike. Gjakova është transformu si qytet. Për tirë zvërtetës, domethënë Gjakova është ka bëhet edhe adresë turistike, është ka bëhet pak a shumë sikur Korça. Edhe po unë e them, disa të përfundon mandati i ardhshëm i Ardionit, do të jetë pika turistike sikur Korça për botën shqiptare, mirë po edhe për të huj. Deçani e njëjta. Bashkimi është një ndërpunëtor më të mëdhej, një kryetar shumë serioz dhe në fund ekip profën. Domethënë nëse ka një garancion që i japi për fitore është në Klim. Klim, ku gara konsiderohet e ashpër do të jetë. Është e ashpër, do të ketë balotazh. Mirë po, për balotazh e kam edhe një mendim tjetër, po stia a duhet me fol, mirë po në balotazh jam i bindur që do të fitoj Profa. Në komuna tjera, domthonë komuna Junikut është e vogël, po ajo do të rikthehet. Keni humbur votat diasporës. Ajo do të rikthehet, ajo ku për disa vota do të rikthehet. Një gardë fuqishme e shon Pej. Edhe këtë po më thojnë pse bilet dikush në partinë vetë, tha çka po mendon nuk çush do të rikthehet Ali Berisha. Ali Berisha ka bën një pauzë të gjatë, ka reflektu mbi edhe kisha me thonë gabimet e tij që i ka pasur në qeverisje. Gazmend Muhaxheri ende me gjas perceptohet nga një pjesë e opinionit publik si i pamundshëm, vështirë i mundshëm. Secili kryetar që lyp mandat 4 e ka të rrezikuar përveç aty ku janë bazat fuqishme. Mandati i 4 në Pej, domthonë një qeverisje 16 vjeçare. E ke fjalën për Pejen, Ferizaj, Lipjanin. Secila komunë që në balotazh është e rrezikuar. Edhe nëse edhe aleancës nuk e di a ka të kartët në bashkimis. Gjithmonë një se i gjatë jemi pushtet, gjatë jemi pushtet. Dhe këtu e shoh një mundësi të madhe të Alis, ka reflektuar, ka punon terren, nuk është ka flet, nuk është ka punon me Alia, nuk është ka punon me metoda të avancuara të PR-it dhe të marketingut, po ashtu e bën një program, ashtu e ndërtu një ekip, edhe unë mendoj që rikthimi më i madh dhe më i fuqishëm ka me qenë fitoria në Pej. Në Pej. Pra, alianca me kalu edhe LDK-n dhe vetëvendosin në Pej. Numrat s'laçojnë që anë bestek. A folëm më herët për numrat punën e kryetarëve, as në LDK-s nuk funksionojnë numrat, as për DK-s. Po ka rritje, ka pas rritje LDK-ja në Pej. Jo, shumë të vogël. Ka pas në Lipjan, ka pas rritje. Edhe ne kem pas rritje, krahasi me 2 ministënitën. Ku? Në Pej, në çto. Po, për kam fjalën me kryetar të komunave. Shiço, për shembull Deçan s'keni pas, Fatmi Lima ajo thash keni mund të marrë votat e juve. Tash po e them edhe më troç për Pejen. Pej e din krejt që ka me pas balotazh. Balotazh? Absolut. Do ti thu që balotazh ka me pas mes AK-s dhe LDK-s? Absolut. Mes LDK-s edhe AK-s, edhe në balotazh do të punojmë gjithë një dhoni qeveri 3 PS me kryetarin Ali Berisha. A shkon Gjakova në balotazh ajo kësa herë? Jo. Sa herë nuk shkon balotazh. As Suarekën se shen balotazh? Nuk e shoh. Numrat, s'po kush ato numrat që i kom po unë janë njësoj. Linën e shen balotazh por me fituar nga AK-ja. Rahovecin që aty është. Domethënë është çata numra. Po edhe në Rahovec
nuk e di kush do del kandidat, po kandidat ma i përkushtuar për Avecian, se Smoli nuk di kush mundet me qenë tërkush. Dhe si e shë Prishtinën? Si e ke po veprimin e lëvizjes vetëvendosje që sjell ministrin e Eurallaqeku, që është nga Prizreni dhe cili në zgjedhjet nacionale, pra të shkurtit, është nominu nga dega Prizren, tash kandidat për Prishtinën. Ja hop derën në i kujt kë nominim. Kështu që për Prishtinën... Gjatë kohë sa ishim kafe pa të qëndrim dallushëm, jo vetëm ndaj meje, po në raport me mu, po dhe me shumë njerëz tjetë që unë kam bisedu. Kështu që, fillimisht për Prishtinë, unë do të kam një angazhim të madh me ndihmu Bekës në garën e tina. Edhe mendoj që Beka... Beka është interesant, pe istokun në Prishtinë. Beka ka me marrë, unë mendoj që Beka ka me marrë vota edhe më shumë se unë, edhe më shumë se këtë kandidat tjerë. Por me thonë më shumë se Dauti. Sa për me rem. Qashtu i kena pas, unë Dauti njësoj i kena pas. Se tjerë kandidat të gjerë si herë të kohë. Unë një herë, nuk ka kjo rani, po Beka ka me mos rezultatin më të mirë të kandidatëve për kryetar, më të mirë se timin dhe të tjerëve. Gara në Prishtinë do të ketë balotazh. Qësysh Prishtina balotazh? Edhe tash, pse unë jam tash po flas pak për balotazhin. Pse jam kundër balotazhit edhe pse duhet me ndryshu nga këtë. Balotazhi është ka kompromiton demokracinë e drejtë për drejtë dhe zgjedhjen e drejtë për drejtë dhe njëkohësisht po e sfidon teorinë e palës kryesore. Ku qytetari si palë kryesore zgjedh agjentin e vet kryetarin. Për shkak se kur po shkojmë ballotazh, mu nuk po është vendimi i qytetarit, po është vendimi me nda tortën e partitë politike. Dhe këtu do të thotë nuk e di kush do të shkon në ballotazh, se gjithë kanë ambicie, mirë po kushdo që shkon në balotazh, a Urani, a Hojra, a Beka, a kushdo tjetër që shkon, si e pat Përparimi. Përparimi po kjo kandidatja mështja veç që është Besa Shahini. Dhe më thonë, cili do që të shkon për këtyre kandidatëve, rrezikon seriozisht me fitu Prishtinën. Rrezikon seriozisht? Seriozisht. Rrezikon Përparim Ramën? Po. Dhe kënë e shetë ti më të rrezikshme në këtë rast? Varet, për shembull këtu një rezultat shumë të për shembull, kur të flas kur e shohim Prishtinën, ma shumë ti që rrezikon Përparim Ramën është Urani, është qytetit i Prishtinës, është njëri që ka pas funksione të ndryshme edhe është ideali pranueshëm. I dyti, të më thonë që është po ashtu, është Hojra. Pra Hojra pëlqen dytin. Jo, i dytin, ti më tha kush e rrezikon. Jo, me numra, me prioritete, po që... Jo, unë e thash kush e rrezikon më shumë. Unë mendoj që më shumë ti e rrezikon Urani, pastaj është Hojra, se ka partinë e madhe, pastaj Beka dhe Besa. Po. Kështu e shoh domthonë rrezikimin që e sfidojnë. Gare ngushtë do t'jetë. Gare ngushtë do t'jetë. Shumë. Dhe besoj që do të mvaret shumë nga kush ka me hinë koalicion dhe lëvizjet e votuesve. Absolut, se tash këtu për këtë arsye unë e kundërshtoj balotazhin. Për këtë arsye kam folë këtë thonë jo, po nuk duhet. Unë jam i bindur se si të kryej zgjedhjet lokale, do të punoj, do të argumentoj pse duhet me larguar balotazhin. Balotazhi është ka kompromiton zgjedhjen e drejtë për drejtë, demokracinë e drejtë për drejtë, është ka minon fuqinë e kryetarit të zgjedhur. Po do të me bo koalicione dhe këtë do të me u largu. Besi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Besoj që do të jemi në kontakt edhe... Ishte një intervistë e mirë, në deal, edhe faleminderit. Kena lënë shumë gjona pa e shti, po 45 minuta s'ka qenë. Nuk janë më shumë. Faleminderit shumë. Respekt.